kodrat e qeta të fshatit Bajic rrjedh një ujë që banorët e quajnë ujë shërimit. Një burim i veçantë me dy rrjedha, njërën të ngrohtë e tjetrën të ftoftë, që prej brezash ruhet si thesari natyrës. Ky është ujë i nxehtë, ai tjetri mbrapa është ujë më i ftoftë. Ky është për punë të lukthit. Ky i shërë puçrat, lukthin, këtë që të morën që të qepu. Ky është ujë i ftoftë, ai ke i nxehti, ky i ftofti. Këtu është që zgarfell përfundi, atje është një farë si bazen, si rezervor, edhe këtu lohen fëmija krejt, ama kë man nuk është shërusa, edhe ky është i pijes, mundesh me pije, mundesh me shfrytzu për shka dush, ama ajo është atje, ajo tjetër sen. Banorët tregojnë që ky ujë ka ndihmuar shumë njerëz për shërim, sidomos nga sëmundjet e lëkurës dhe problemet e lukthit. Liman Ballagoshi, një nga banorët më të moshuar të Bajicës, tregon me bindje për fuqinë e këtij burimi. Ai kujton rastin e një miku të tij nga Slovenia, i cili kishte ardhur 2 herë në këtë vend. Pas larjeve në ujin e ngrohtë, thotë se miku i ishin zhdukur njollat në lëkurë. Nuk ka ilaç si ky ujë, shprehet ai. Ky ujë i ngrohtë shëron alergjitë e shumë të tjerë janë këndellë pas përdorimit të tij. Unë jam Liman Ballagoshi nga fshati Bajic. Jem konë në Sloveni, kom punue një kohë gos atje, edhe e kom prua Slovenin këtë për shkak të këtij ujit. Mi shëru do i thotna. I kanë pos konve, edhe e kom prua të ky ujë këtë, edhe i ka pastru komt. Mas zdyti kër i ka pastrue, i kanë shpërthuje, edhe i mund kur atina i thote në trup nuk i ka doqë. Kurse një tjetër i moshuar i fshatit tregon se ky burim është zbuluar qysh nga të parët e tyre. Sipas tij, ky ujë ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së banorëve të Bajicës. Ai tregon se shumë njerëz vijnë edhe nga Shqipëria, Maqedonia për të marrë ujë, sidomos për lukth dhe probleme të lëkurës. Ka plot që janë shëru, thot ai me krenari. Ky ujë është dhuratë prej Zotit. Ky ujë është shumë ujë i mirë, ujë shirus është. Kjo është mas pari është për pushra, për i thota, për rruga. Këtu vishin dëmo i përthojke për njëre. Ujë shirus është shumë ujë. Edhe ky ujë, vinë pika mosi, pe i shkupi pika mosi, vinë tu morin ujë për pije, për lukhe, është për të nësë mirë. Të në përreth, Këtë herë vishin do hodha, ako një farë dhu, një farë thera aty, e lishin 5 kush për ethe, njeve, për punë të ethe. Jenor njerës me zhuga, i kanë përtha, i kanë huk zhugat për njëre. Besa edhe për shiqerë, kur ka bo shiqerë. E kemi posë një kujshi, kur vike këtu, i shike kom në të farë ujnë në zetë, edhe i shpërtheshin kom për njëre. Njeve, edhe i shpërtheshin kom. E ky ujë është fort i mirë, po ky e ka rezervorin e madh ky. A bre çfarë shpjellë që ty? Aty kur ishim në atri, hishmi aty e ka rezervorin e madh. Se padë ky kohë ka vjen. Po ky ujë është i mirë fort, është i rusër, fort i mirë, për rruga, për lukse, për të nësë mirë. Kjo moti është belune. Ai unë kum një për pleshve, kur ka nis me qelë që të farë shpjellë që tu. Kanë thonë pleshku Marlemon, kanë thonë që a dorë një ujë i madh. Se pas me mosha këtu në këtë, e qka me mu, këshin pasë në leshë dhane shumë kërë në limon, edhe sana kanë bojë leshë dhane edhe e kanë nalu ujtë, anive. E kjo ujtë e ka rezervën e madhë në bjeshë. Burimi i Bajicës në komunën Lipjanit mbetet një pasuri që ruan brenda vetës histori, shpresë dhe besim. Një vend ku natyra e shëron trupin,
e rrëfimet e banorëve shërojnë shpirtin.